dyshoj se ky projekt është rezultati i një marrëveshje të fshehët midis Ahtisarit dhe Miloševićit dhe qeveritarët në Kosovë, jo vetëm këto të fundit, por që nga pas lufta janë duke realizuar në metoda kamufluese këtë projekt të coptimit të Kosovës. Duhet me i propozu kuvendit, domethënë dhe kuvendi me marrë vendim për ndërprerjen e bisedimeve. Nuk dije se si mund deputeti mos të nënshkruaj kur vendi është në rrezik, kur vendi pindahet me mure dhe fare nuk janë të ndërgjegjshëm që të nënshkruajnë një thirrje të një seance të jashtëzakonshme se është me rëndësi jetike për vendin dhe të dialogohet mu në kuvend ku jemi edhe thirrur. Mirë po, le të mbetet në ndërgjegjen e tyre.